Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sot në kanalin Historiete, këtë herë për të ndarë një histori shumë të tronditshme. Ndoshta ju që jetoni në Tropoj edhe e keni dëgjuar këtë historinë. Nëna me 9 gishta. Ka ndodhur në Tropoj, bëhet fjalë për fshatin Trezhnjevë të Tropojës, banorët e fshatit të Trezhnjevës besoj që e kanë dëgjuar. Sot do të ndaj me ju një histori të vërtet, një ngjarje që ka ndodhur jo shumë kohë më parë, dhe që edhe sot e kësaj dite mbetet mister për të gjithë banorët e një fshati të thellë malor në Tropoj. Kjo histori nisi rreth 7 vite më parë, në një fshat të vogël të heshtur të quajtur Trezhnjevë. Në këtë fshat, në mesin e pyjeve dhe kodrave të larta, jetonte një grua e quajtur Bora. Emri i saj nuk ishte i panjohur në zonë, përkundrazi. Njerëzit flisnin për të me zë të ulët, duke përmendur fjalën si shtrigë, magjistare, e gruaja me syrin e keq. Nuk dihej me saktësi nëse ato që thuheshin ishin të vërteta, apo thjesht pjesë e ndonjë legjendje që fëmijët rrëfenin pranë xhakut në netët e ftohta të dimrit. Por një gjë është e sigurt, të gjithë e kishin frikë Borën. Thuhej se ajo kishte lindur me 9 gishta, 4 në dorën e majt dhe 5 në të djathtin. Një veçori që në sytë e banorëve të fshatit nuk ishte thjesht një deformim, por një shenjë e errët. Ajo nuk ishte si gjithë gratë e tjera. Rrallë shihej jashtë shtëpisë, nuk merrte pjesë në dasma, në vaki apo në festat fetare. Jetonte e mbyllur dhe në sy të njerëzve, e rrethuar nga një re misterioze që ngjallte shqetësim edhe ndonjëherë tmerr. Pas një kohe të gjatë sëmundje të çuditshme, Bora vdiq. As mjekët nuk arritën të kuptonin saktësisht se çfarë kishte kjo grua. Një ditë u rrëzuan në dhomën e saj dhe nuk u zgjua më. Në trupin e saj mjekët nuk pan ndonjë shenjë të qartë ndonjë sëmundjeje, por lëkura i ishte nxirr, sidomos në zonën e kraharorit. Banorët e fshatit përshpëritnin se ishte mallkimi që ja mori shpirtin, një mallkim që ajo vetë e kishte ushqyer për vite me radhë me veprat e saj të errta. Për një kohë, gjithçka u duk se u qetësua. Jeta vazhdoi. Fëmijët e Borës, si të gjithë të rinjtë e sotës e zonës, u përpoqën të gjenin në rrugët e tyre. Por një nga ndjemtë e saj, një djalë i ri, që njihej si urtë edhe punëtor, pati një fund tragjik. 7 vite pas vdekjes së Borës, në një ditë vere, ai u nis për të takuar gjyshin dhe vllaun e tij më të madh, që po kositnin bar në një fushë të ulët, poshtë një poroji që kalonte përmes pyllit. I tha nënës së dytë, po iki pak poshtë, te fusha, me i ndihmu burrat, por nuk arriti kurrë. Rreth mesditës, gjyshi dhe vllau i tij dëgjuan një ulërim që tronditi pyllin. Oj nan bre! Zëri vinte nga poroji. I trembur, gjyshi u ngrit nga vendi dhe bashkë me nipin e madh vrapuan në drejtim të zërit. Ajo që pan do t'u ngulej në mendje për gjithë jetën. Djali i vogël ishte i shtrirë në mes të porojit, me fytyrën nga qielli, me duart e kriqëzuara në krahoror dhe në gjithë trupin kishte shenja të zeza, si njolla duarsh
që ishin ngulur me forcë mbi lëkurën e tij. Por kishte një detaj që i la pa fjalë. Gjithsej ishin vetëm 9 gishta. Shenja që kishte në trup ishin si duar njeriu, por gjithmonë më nga 9 gishta, 4 nga njëra anë dhe 5 nga ana tjetër. Askush nuk mund ta shpjegonte këtë. Jo mjekët, jo policia. Gjyshi i djalit i tmeruar vendosi të mos varoste me njëherë të birin. E mori trupin dhe bashkë me djalin tjetër shkoi në vendin e shenjtë të tyrbes të Dervish Luzhës. Aty para dervishit i kërkuan përgjigje. Dervishi heshti për disa minuta, u pa në sy dhe tha me një zë të ftohtë: "Shpirtin e ka marrë ëma. Ajo nuk ka ikur kur nga kjo botë. Ishte lidhur me të ertën dhe ai ishte premtimi i saj." Të shokuar, të dy burrat pyetën çfarë duhet të bënin. Dervishi ua tha troç: "Mos e futni në dhe, mos e mbuloni, vendoseni në një arkë druri dhe lini trupin të qëndroj sipër dheut, vetëm ashtu mund të pushoj." Dhe ata ashtu bën. Ngritën një varë të veçantë prej druri, pak më larg nga varet e zakonshme të fshatit, në një cep që sot njihet si Varet e Mira, një vend që gjithmonë ka pasur një heshtje ndryshe, një qetësi që nuk të ngushëllon por të rëndon në shpirt. Edhe sot, nëse shkoni në Trezhnjavë dhe kaloni përmes pyllit poshtë përojit, e më pas ngjiteni në kodrën drejt vareve të mira, do të shihni një var të ndërtuar nga druri, pak më anash, pak më i veçuar. Është i thatë pa lule dhe pa emër. Askush nuk guxon të shkoj shumë afër. Thuhet se në netët pa hën, aty dëgjohet një zë që përshpërit: "Oj nan bre." Kjo është një histori e vërtet, e thënë nga një vajzë që është rritur në atë fshat. Ajo e ka parë me sytë e saj varin, e ka dëgjuar këtë histori nga goja e gjyshit të saj dhe ka ndier atë frikën e ftohtë që të përshkon trupin kur je përballë diçkaje që nuk mund ta shpjegosh dot me mendjen e njeriut. Në fakt kjo është historia e Borës, një grua që ka patur 9 gishta, ka jetuar në një jetë të errët, është quajtur si shtrik dhe ka thithur dhe të birin e saj.